Në një qytet të vogël buz detit, ku shurma e dallgëve për këdheltë e netët dhe mëngjeset ishin gjithmonë të ngrohta, jetonte një grua e heshtur, por e fortë, me emrin Arlinda. Ishte 29 vjeçe kur fati i saj ndryshoi njëherë e përgjithmonë. Pa prindër, pa motra e vëllezër, Arlinda ishte mësuar të mbijetonte vetëm. Kishte mbaruar shkollën e infermierisë dhe punonte her pas here në shtëpitë të moshuarve, pa kërkuar shumë, vetëm pak siguri dhe pak qetësi. Një ditë, u thirr për një punë ndryshe nga të tjerat. Bëhej fjalë për një burr të quajtur Dritan Zeka, një ish-milioner i njohur në gjithë vendin për perandorinë që kishte ndërtuar me firmën e tij të ndërtimin. Një aksident tragjik me makinë, sipas lajmeve të kohës, e kishte lënë të verbër dhe tërësisht të tërhequr nga jeta publike. Jetonte në një vilë të madhe, të izoluar, në majë të një kodre, larg qytetit, ku gjithçka dukej e ngrirë në kohë. Arlinda hezitoi në fillim, nuk ishte e sigurt nëse do ta përballonte një punë të tillë. Por kur pa për herë të parë Dritanin, një burr të heshtur, të mbështjellë në errësirë, por me një lloj dinjiteti që rrezatonte edhe në heshtje, diçka në shpirtin e saj e shtyrë të qëndronte. Ditët kalonin të ngadalta në atë shtëpi ku ora dukej se nuk lëvizte. Fillimisht, Dritani nuk fliste shumë. Ndonjë fjalë të rrallë, ndonjë kërkesë e thatë. Por Arlinda nuk u tërhoq. E ushqente me kujdes, i lexonte libra, i vendoste muzikë klasike, e shëtiste në kopsht, i tregonte si dukej qielli çdo mbrëmje. Si është perëndimi sot, Arlinda? E pyeste ai shpesh me zë të ulët, i qetë, si një përrallë që nuk do të mbaroj kurrë. I përgjigjej ajo me një buzëqeshje që ai nuk e shite, por e ndjente. Vitet kaluan. U bën 1, pastaj 2, më pas 5. Derisa ishin bërë 12. Arlinda nuk ishte më vetëm infermierja e tij. Ishte kujdestarja, e vetmja që i qëndronte afër, e vetmja që i njihte shpirtin. Dritani nga ana e tij nisi ta vlerësonte thellësisht. Ndonjëherë i kapte duart dhe i thoshte, sikur të kisha sy, do të shija ty, vetëm ty, por Arlinda nuk kishte kërkuar kurrë dashuri prej tij. E dinte që ai vinte nga një botë tjetër, botë parash, misteresh dhe ndoshta sekretesh, dhe ishte pikërisht një sekret ai që do të trondiste gjithçka. Sekreti i dhomës së mbyllur. Një ditë, ndërsa Dritani flinte, Arlinda po pastronte një dhomë të rrallë të përdorur në katin përdes. Në një nga raftet, gjeti një kuti të vjetër metalike. Brenda kishte disa letra, disa fotografi të vjetra dhe një zarf të mbyllur ku shkruhej me dorë, vetëm për sytë e Dritanit, e hutuar. Por e shtyrë nga kurioziteti i natyrshëm pas kaq vitesh pranë tij, Arlinda e hapi zarfin. Ajo që lexoi, i ngriti flokët përpjet, ishte një letër nga një grua me emrin Lule, një ish-punonjëse që kishte punuar për Dritanin shumë vite më parë. Në letër ajo e akuzonte Dritanin se ai kishte përdorur ndikimin dhe pushtetin e tij për ta shtypur, për ta detyruar të heshte, pas asaj që kishte ndodhur. Një natë që ajo e përshkruante si njollën më të zezë të jetës sime, ti më the që askush nuk do më besonte. Dhe kishe të drejtë. Por unë do të largohem nga kjo botë pa e mbajtur më këtë plagë brenda vetes, shkruaj në fund të letrës. Zemra e Arlindës rrahu fort. Ishte shok. Tronditje. I kishte qëndruar pranë për 12 vjet një burri që ndoshta kishte bërë diçka të tmerrshme, diçka që ajo kurrë nuk e kishte imagjinuar. Përballja, atë natë, ajo nuk flinte. Mendoi gjatë. Dhe në mëngjes, kur Dritani u zgjua, ajo i foli qartë, Dritan. Kush është Lule? Ai u shtang, sytë e tij të zbrazët, megjithse të verbër, u drejtuan nga ajo me tronditje të thellë. Ku e pe këtë emër? Arlinda i tregoi për letrën, për fotografin, për kutin. Një heshtje e gjatë mbushi dhomën. Isha një burr i pushtetshëm. Bëja ç'të doja. Por njëherë bëra një gabim. Një gabim që më ndoqi gjithë jetën. Aksidenti që më verboi nuk ishte aksident. Ishte ajo. Ishte Lule. Ajo e shkaktoi. Më ndëshkoi. Dhe kishte të drejtë, tha ai me zë të thyer. Arlinda nuk mund të merrte frymë.
Ishte shumë, ti je penduar? Pyeti ajo, çdo ditë. Dhe të kam dashur ty ndoshta si një shans i dytë. Por unë nuk e meritoj mëshirën tënde, Arlinda, zgjedhja, ditët që pasuan qenë të vështira. Arlinda nuk mund të vendoste menjëherë. Ishte thyer. I ndjente të gjitha emocionet njëkohësisht, tradhti, dhimbje, keqardhje. Por dhe një lloj dashurie të pashpjegueshme për njeriu që kishte njohur, por që ndoshta nuk e njihte vërtet. Pas 2 javësh, ajo u largua. Pa fjalë, pa urrejtje. Vetëm me heshtje, Dritani mbeti vetëm. Për herë të parë pas 12 vjetësh, pa zërin e saj, pa duart e saj, pa shpirtin që e kishte mbajtur gjallë. Epilogu, pas 1 viti, Arlinda mori një letër me postë. Brenda ishte një testament. Dritani kishte ndëruar jetë, në testament, ai ja kishte lënë gjithë pasurinë asaj, por ajo refuzoi. Të vetmen gjë që pranoi ishte një kuti me fjalët, për ty që më dhe dritë në errësirë. Brenda ishte një varëse floriri dhe një shënim i fundit. Faleminderit për dashurinë që se meritoja. Dritani, në një qytet tjetër, larg nga vila dhe kujtimet e së kaluarës, Arlinda nisi një jetë të re. Por plagët që la pas nuk harroheshin lehtë. Ajo kishte dashuruar një njeri dhe më pas kishte njohur demonët e tij, sepse nganjëherë njerëzit që kujdesemi më shumë, fshehin të vërteta që na lëndojnë më shumë se çdo gjë tjetër.